podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë një periudhë shumë specifike, shumë të veçantë, por edhe shumë të ndjeshme në jetën e gruas, që është midlife, e cila përfshin perimenopauzën dhe menopauzën. Për me bisedu për këtë çështje, sot kam ftuar kolegën time, magjistre e farmacisë Linda Duraku Muqolli. Linda, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se gjeta, Edita. Linda, ti që një kohë ke fillu me u marrë edhe me rrjetet sociale, ku e ke hap një faqe dedikuar specifikisht kësaj çështjeje. Çka të ka shtyr mas pari ty me hap këtë faqe, edhe a mundesh më na tregu pak më shumë çka është midlife edhe në cilën moshë fillon zakonisht? Pa nisim me çka është midlife. Midlife është një tranzicion i femrës ku kalon në një periudhë të ndryshimeve hormonale dhe zakonisht fillon në moshën 40 vjeçare, po mund të ndodhë edhe prej 35 e tutje. Çka më ka shty edhe pse kam fillu më marrë me këtë faqe ose me këto rrjete sociale ka qenë pikë pari vetëdijsimi, edukimi i femrave, të cilat kanë nevojë se jam nis pikërisht prej vetës. Duke nis me ndryshimet e mia që kam pas në trup, edhe kam vrejt disa ndryshime ku edhe pse kam qenë fizikisht shumë aktive, kam vrejt disa ndryshime që kam mendu pse janë të ndodh, edhe jam interesu me ditë sakt. Edhe prej aty kam pas se sa pak informacione kemi, edhe sa pak sa shumë na duhen neve të dhanat e reja ose çdo gjë që ka nevojë me trupin ton. Prej aty jam interesu dhe kam pa që ka shumë nevojë, edhe kam thënë pse jo të certifikohem dhe të bëj trajnime të duhura për midlife dhe për menopauzë. Edhe prej aty kam fillu krejt kjo midlife glow me lindën. Lind cilat janë gjato ndryshimet hormonale tipike që ndodhin gjatë kësaj periudhe? Ndryshimet fillojnë, ndryshimi i parë është ndryshimet e ciklit menstrual. Pastaj mund të ketë ndryshime në disponim, në angst, nervoz. Secila femër mund të ketë të ndryshme. Nuk do më thonë që janë krejt, mundën mi pas krejt simptomat e njëjta secila femër, po secila femër i ka ndryshe dhe i përjeton ndryshe. Do me thonë që të janë disa faktorë që një grua mundet me vrej që po hynë në perimenopauzë. Po shumë gra përjetojnë edhe mungesë gjumit. Pse vjen deri te mungesa e gjumit gjatë kësaj periudhe? Ndryshimet hormonale ndikojnë në mungesën e gjumit. Edhe kur kena mungesë gjumit, edhe kur zgjohemi natën, atëherë gjithçka ndodh ditën që kemi edhe lodhje më shumë, edhe energji më pak, edhe krejt lidhen bashk. Edhe kryesorja është gjumi, do nëse kemi prishje të gjumit, atëherë çdo gjë shkon keq. Mrapsh. A është normale me shtu peshë gjatë menopauzës? Normale është sepse ndron metabolizmi edhe ndryshimet hormonale ndikojnë, sidomos në pjesën e barë ku kemi shtim të peshës, sepse kemi ndryshim në yndyrën viscerale, do të thonë yndyra rreth organeve të brendshme. Ajo është kryesorja që ndodh tek kjo fazë e tranzicionit. E qysh mujnë me menaxhu këto gra peshën gjatë kësaj periudhe? Pesha mas shumë tesh me ndryshimin e lifestyle-it. Të nis prej ushqimit, të nis prej aktivitetit fizik, që është shumë e rëndësishme jo vetëm për peshën, por edhe për mirëqenien, për krejt çka e lidh femrën, domethënë aktiviteti fizik edhe ushqimi ka shumë rëndësi. Domethënë çka kena hangër përpara ose çka kena bë përpara, tash është krejt ndryshe. Domethënë ndikon krejt tjetër ushqimi edhe duhet me ndryshu. E cilat vitamina dhe minerale janë më të rëndësishme për këtë periudhë? Vitaminet dhe minerale që janë më të rëndësishme janë vitamina D, hekuri shumë i rëndësishëm, vitamina B12, kalciumi ka rëndësi, po secila duhet me pas qasje individuale, do të thonë varësisht për secilës femën, historia, edhe në bazë të asaj, jo me marrë suplemente vetëm që dikush tjetër e ka marrë një suplement dhe i ka bë mirë, pa marrë dhone. Do secila duhet me shiku se ku i ka problemet e veta. Na e dim që osteoporoza është një çështje që i prek kryesisht femrat dhe kryesisht ato në menopauzë. Normal vitamina D e kalciumi janë të nevojshme, po që shqetësej edhe te është mirë gjithmonë paraprakisht me bë analizën për me ditë se çfarë doza me marr, se jo të gjitha janë të njëjta. Po a ndikojnë suplementet për një në simptomat e menopauzës që janë për shembull hot flushes ose valte nxehta? A mundet me u menaxhu kjo pjesë?
mundet mu menaxhu, po nuk ka suplement magjik, më thonë që shkun krejt simptomat vetëm me një suplement. Po duhet mu informu edhe mu marrë me veten. Të anis prej aktivitetit fizik që është shumë i rëndësishëm në këtë fazë, që ndikon edhe në disponim, ndikon edhe në peshë, ndikon edhe në trup. Do të thonë osteoporozën që e përmendit ti, ka shumë rëndësi aktiviteti fizik, sidomos ushtrimet me forcë. Ato janë shumë të rëndësishme për këtë fazë të jetës. Edhe suplementet po ndikojnë normal, sepse vitaminën D nëse e kemi poshtë, duhet gjithçysh me marr. Sepse tani nuk e marrim si përpara që e kemi marr. Pastaj hekuri ka shumë rëndësi. Nëse nuk kemi hekur dhe nëse e kemi ferritinën shumë t'ulët, është shumë e rëndësishme sepse shkakton shumë lodhje. Domethënë krejt këto duhet me anis prej analizave, ku i bëjmë analizat dhe shohim se cila se çka ka edhe mu marrë me veten. I përmande ushtrimet me forcë, çka nënkuptojnë ushtrimet me forcë? Cilat janë këto ushtrime? Ushtrimet me forcë janë ushtrime me pesha ose ushtrime. Okay. Domethënë përpara kena thënë femra nuk bën me çu, nuk bën me çu rand, nuk bën me çu pesha. Këto studimet e fundit tash tregojnë që sa është rëndësishme ushtrimet me peshë, jo domosdoshmërisht me çu pesha shumë të rana, po me qenë me peshë të trupit edhe ka shumë rëndësi për kockat, për shëndetin e kockave. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i ke vritit e gratë kur është fjala te suplementet? Çka bojnë gabim? Dhe suplementet, unë mendoj që kështu populli jonë në përgjithësi, jo vetëm femrat, mendojnë që ekziston një suplement që ka me zgjidh krejt problemet. Edhe shpesh mendojnë ose në bazë të reklamave që shohin që ka me ndiku me hub shumë peshë, ose ka me ndiku me njerë në disponim, në gjumë, nuk ekziston, domethënë një suplement që mundet me ndiku kështu. Na duhet me marrë suplemente në bazë vetëm asaj çka kena nevojë. Domethënë jo vetëm me marrë se një shoqë e ka marrë një suplement, ish dobësu shumë ose ka fjet ma mirë. Domethënë thjesht duhet secila më marrë me veten edhe me shiku cili suplement është më i mirë. Mu konsultu gjithnjë me farmacistin. Qysh ndikon rënja e nivelit të estrogjenit në lëkurë, flokë edhe në shëndetin intim? Niveli i estrogjenit në lëkurë ndryshon shumë, ndikon shumë sepse e thon lëkurën, flokët mundet me i hollu, edhe në shëndetin intim ndikon ulje të dëshirës, thasi vaginale. Thënë kemi probleme shumë të mëdha nëse e kemi estrogjenin, por nëse merremi dhe konsultohemi me mjek, marrim informata të reja se çka mund të bëjmë, është mirë që i kalojmë edhe ma lehtë. A lidhet brain fog ose mungesa e koncentrimit me menopauzën? A shtohet niveli i brain fog kur kalon në menopauzë? Një ndër simptomat kryesorë është edhe brain fog. Edhe shpesh femrat mendojnë që nuk jam ma vetvetja, nuk di ç'është ndodh me mu, po është një ndër simptomat që duhet mu marrë me te, edhe ka shumë rëndësi në menopauzë. E stresi qysh ndikon në përkeqësim të nivelit hormonave dhe në përgjithësi në menopauzë? Stresi ndikon shumë. Domethënë, sidomos këto ndryshimet hormonale ndikojnë në neurotransmitus si dopamina edhe serotonina, ku ndikojnë pastaj edhe në ndryshimet e disponimit, nervozës, ankthit tek femrat. E përmende marrë që ushqimi duhet me ndrru tash edhe me ju përshtat metabolizmit që është të pësu ndryshime. A ka ndonjë ushqim specifik që nuk ish dash me konsumu një person me menopauzë, apo edhe kjo është individuale? Dhe ushqimi është individuale, por çka duhet me shtu dhe çka është mirë janë proteinat edhe fibrat janë shumë e rëndësishme, sepse femrat, sidomos në fazën e midlife, mundohen vetëm mu hollu, me humb peshë edhe me humb peshë për shembull në mënyrë rigoroze, ku ushqimin e nalin, proteinat i nalin, se mendojnë që nëse e nalin ushqimin atjera duhet mu dobësu, por proteina është një ndër kryesorët për këtë fazë edhe duhet me nda në vakte, jo vetëm për shembull proteinën me hangër mramje, po duhet me qenë në secilin vakt me pas protein edhe fibra, sepse janë shumë të rëndësishme për organizmin në këtë fazë të jetës. A rekomandohet terapia zëvendësuese hormonale në këtë periudhë? Rekomandohet, po është diçka që edhe në krejt botën, jo vetëm tek na, merret si me frikë, sepse ka qenë një studim më herët ku është bërë dhe kanë tregu që ka qenë rrezik për kancer, edhe prej atëherën është si me frikë, tek ta shkohtë e fundit ka dalë evidencë që ka thënë që nuk shkakton kancer, mirë po është në mënyrë individuale dhe gjithsesi në konsult me ginekologun, jo vetë me marr
estrogjenin ose terapinë hormonale. Mirë po, merret shumë pak. Domethënë merret edhe diku 10-15% në krejt botën, është fillimi i kësaj faze. Kështu që çdo gjë është e re për momentin. A ke vrejti, me qenë si jema shumë në kontakt me këto grade, po besoj që merr mesazhet të kohën, ndaj produkt, ndaj ilaç ose suplement që përdorin gabimisht duke menduar që është i nevojshëm për këtë periudhë? Për suplemente, jo nuk marrin diçka që kanë thënë janë ato marr gabim, po i kanë qef më informu shumë, shkruajnë shumë sepse ju interesojnë, thonë krejt këto simptoma i kam. Për secilën reel që qes, thonë krejt këto simptoma i kam unë. Edhe kur e them se faza e perimenopauzës zgjat shumë, 4 deri në 8 vjet, deri në 10 vjet mund të ndodhte disa femra, edhe e marrim duket ashtu si shumë tragjike. Mirë po unë mendoj ndryshe se nëse e din çka është kjo periudhë edhe si me mbështet trupin tënd edhe veten tënde, atëherë e kupton edhe e merr me lehtë, edhe pranon me lehtë, edhe nuk është diçka, nuk është fundi. Çka do të thonë perimenopauza me menopauza? Perimenopauza është faza ku shfaqen simptomat. Edhe është pjesa ku krejt shfaqen ndryshimet hormonale. Kemi luhatjet e estrogenit dhe progesteronit, edhe këto luhatje ndikojnë shumë në disponim të na. Edhe pjesa menopauzës apo menopauza është vetëm një ditë. Në momenti 12 muaj pa cikël menstrual është vetëm një ditë. Ajo është menopauza. Pjesa tjetër është postmenopauza. Këto atëherë simptomat janë në të pakta sepse trupi është adaptuar në ndryshime. Pjesa më e rëndë mund të thonë që është perimenopauza që fillon prej 35 deri në tutje. Menopauza pastaj është më lehtë pranohet sepse u kryen simptomat. E qysh ndikon menopauza në shëndetin e zemrës edhe në tensionin e gjakut? Ndikon këto luhatjet hormonale, ndryshime domethënë hormonale të estrogenit edhe ndikojnë shumë në sistemin kardiovaskular. Edhe është shumë e rëndësishme që të kontrollohen yndyrnat dhe të rrim gati sepse nëse nuk i rrim gati, atëherë kemi probleme me zemrën, edhe me probleme të cilat shkaktojnë heart attack apo probleme tjera. Është shumë e rëndësi kjo fazë që të kontrollohet dhe çfarëdo ndryshimi që ka duhet të kontrollohet te mjeku, jo të lehet që në asgjë. Si zakonisht femrat që e lajnë. Shqiptarën përgjithësi jo ishame. Çfarë analiza duhet me bo rregullisht një grua në këtë periudhë të jetës për me mbajt në kontroll ose me menaxhu sa më mirë? Mirë është me qenë me pa glukozën, lipidet, vitamina D, vitamina B12, hekuri, këto janë më të rëndësishmet. E përmende disa herë që aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm për me menaxhu simptomat e menopauzës edhe perimenopauzës, po jo se si femra ka mundësi me shku në gym. Çka me bua ato që për çfarë do arsye nuk kanë kohë ose mundësi financiare me pagu gjimin ose ndoshta s'kan shumë kohë me shku deri në gërmi, çka me bo? Njerëz në shtëpi, çka mund me bo? Secila mund me gjetë kohë. Domethënë koha për me nejt në telefon ose për me nejt me shiku reelsa gjendet tan kohën. Koha për aktivitet fizik është gjithmonë me thonë nuk kam kohë. Unë për veti kam 3 fëmijë edhe mundohem domethënë pjesën time kam mëngjesin 5 ora, 5:30 unë jam aktive për veten time. Edhe mendoj që nuk është e thënën me shku në gym ose këto ku duhet me pagu mujoren, thjesht edhe në shtëpi me një tek të vogël ose vetëm me një diçka të vogël mundesh me bë ushtrime, ka në internet ushtrime tepër shumë, edhe janë shumë të rëndësishme, gjysore. Nëse jo kur gjë tjetër me dal me ecë. Edhe ajo është shumë e rëndësi. Kur gjë tjetër, domethënë krejt çan të rëndësishme duhet mu kujdes për trupin tënd dhe me gjetë një 30 minutësh për veten tënde. Që sa kohë ke fillu ti më marr intensivisht me sport ose me vrapim mas aktivisht? Tan jetën kam qenë kështu aktive në sporte ndryshme, edhe që 5 vjet merrem me vrap. Edhe vrapit ja kam nis vesh hajt. Pa kam pa që më pëlqen shumë edhe kam bë gara të ndryshme. Po është ndjenja e mirë sepse jo vetëm që më kanë ndihmu në mbajtje të trupit, po edhe thjesht në mendje, domethënë e kam mendjen shumë të mirë ose kohën time të vetme që e kam që mendoj ton kohën çka kam qejf me bë është ajo pjesa kur dal mëngjes edhe jam vesh vet. Bashkë në dalë që kjo pjesa tjetër dhe shëndeti mendor, se është një pjesë që preket shumë prej çfarë do ndryshimi hormonal. Edhe për shembull nëse një gru ka qenë shtatzane dhe ka lind, krejt thonë është në postpartum, merreni me të mirë, po një gru në menopauzë nuk e merr kurkush me të mirë, se ndoshta është mungesa e informacionit. A njeh ti në një prej grave që kërkon ndihmë profesionale në këtë periudhë?
Historikisht ka qenë femnat, më thonë, kur sa i përket pjesës midlife dhe menopauzës, nuk është marrë seriozisht edhe ka pas më pak vëmendje. Edhe gjithmonë thuhet, kam ecë si ma heret, hajt, se s'janë mirë në këtë kohë, ose lej se ishte ajo koha e tyne. Edhe nuk e kanë marrë seriozisht këtë punë, se sa është rëndësishme, sidomos shëndeti mendor, sepse femra kur ka ndryshime dhe kur nuk ka ndihmë dikën që të kuptoj se si ndihet, ai ka shumë problem. E ka shumë problem sepse nuk e kuptojnë seriozisht, mendojnë që vetëm e kanë mendjen e vet, se ka disa ndryshime, hajt se kalon e kanë kalu krejt, po. Edhe ka shumë ndikim edhe ka shumë rëndësi sepse studimet tregojnë shumë që vrasjet shumë ndodhin sidomos në menopauzë tek femrat, vetvrasjet. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme që duhet më marr, edhe me ditë me kërku ndihmë, edhe pse të na nuk kërkojnë ndihmë, sepse unë e di vetë në shoqërinë tonë, na nuk flasim shumë për simptomat që i kemi, për shembull. Unë jam që sa vjetë që merrem, domethënë edhe mundohem me fol, e shoh që nuk kanë qejf se mas shumë isha merret ishte pesha. Pesha ju intereson mas shumë, ti du më hollu, du me hum pesh. Jo domethënë si ndihem. E për mu ka qenë shumë e rëndësishme me ditë mu informu. Kur e kam ditë edhe jam informu për këtë periudhë të jetës, e kam marrë ma lehtë, e kam kuptuar shumë më mirë dhe kam thënë deri tash hormonet më kanë ndihmu, i kam bërë 3 fëmijë, shumë faleminderit për tyne. Tash e tutje duhet më marrë me veten time edhe me përjetu edhe me kalu ma lehtë. Se kur e kupton ndryshe është. Ka qenë një periudhë që edhe unë kam pas fokusin krejt e pesha për shkak që kom shtu për shkak të Hashimoto's dhe ka qenë kështu shtem për mu drastik. Edhe që shumë kom lexu edhe më pat me në kry një fjali pa shkrujt se nëse nuk han ushqim nuk do psohesh se organizmi nuk e ka hallin mu dok bukur, po e ka hallin me mbjetu dhe nuk ta djegin ngjyrën po e ruan për me mbjetu, kështu që ka tek i ma mirë ha bo këtë ushtrose ndryshe nuk hupet pesha. Kështu që është mirë mi thon krejt njerëzve që s'keni mu do psu nëse nuk ushqehen e veç mundi me fitu edhe një smundje ekstra. Po qysh mundet farmacisti me ju ndihmë grave që janë në këtë moshë? Farmacisti është, mund të them, pika e parë e kontaktit me femrat edhe me pacientët që mund të vinë. Edhe ato që mund të bajnë, mund të edukojnë edhe mund të tregojnë se çka duhet me bën këtë fazë, me kuptu këtë tranzicion menopauzal që ekziston te femrat, edhe thjesht me informu çka duhet me bë. Kur duhet me shku te mjeku, kur ka simptoma me drana, kur mund të pas gjakderdhje të ndryshme, sepse ma lehtë e kanë me farmacistin me fol se sa duhet me shku te një mjek i cili pastaj as nuk din mirë mi udhëzu ndoshta, po pika e parë e kontaktit është farmacisti ku ai mundet me dhënë drejtimin edhe qasin ku duhet me shku. E përmend edhe marrë që të na nuk flitet shumë hapur në Kosovë, po besoj që as në Ballkan nuk është apo doke që trendi po shkon tu përmirësu atu përkeqësu. Besoj edhe shpresoj shumë që i kam u përmirësu. Se e vrej edhe tek rrjetet sociale ku i kam unë, më pëlqen që femnat qasen edhe me një herën kanë qef mu informu, me ditë çka me bë tutje, pse ishte ndodh kjo periudhë, sepse kur nuk është fol edhe nuk është ditë ish tjetër, po tash mundesh mu informu. Nuk është që s'mundesh mu informu se ka rrjete sociale, ka shumë ginekologe, ka shumë urologe që kanë nis tash me fol dhe me tregu lidhur me problemet e perimenopauzës edhe menopauzës. Edhe besoj që ka me qenë periudhë më e mirë për neve. Përveç peshës, cilat janë pyetjet më të shpeshta që i merrti te faqja jote për midlife? Pjesa që nuk ndihen vetvetja. Pjesa që nuk janë më si më përpara, çfarë do që bajnë ndikon ndryshe te ato. Nervozohen shumë më shpejt, ankthi tash po shfaqet shumë, depresioni, edhe krejt këto bashk. Domthon kur nëse një gjumë nuk e bën mirë, atëherë tan ditën ka më të shku keq, si me lodhje, si me energji, si me disponim. Domthon krejt lidhen bashk. Unë e kom vrejnë banatore që janë bo shumë nervoz, pëse s'kanë mujt me fshi shpinë, që s'kanë mujt me fshi kër kanë qenë 3 kështu, të më thonë, që të shoj që aty i ki i gjenë, më sajnë edhe nesër që aty i ki, po e kom vrejnë që i brejnë te për shumë, pëse nuk po mujnë me i kry punë të shpis, me intensitetin që i kanë kry ma herët. Lina, erdhëm shumë shpejt në fund bisedës sonë, për funda kishe pas në i përvësiu se diçka që donë me shtu për krejt ata që na shojnë. Kam qef që femrat me marrë seriozisht veten edhe më kujdes për veten edhe me marrë informacione të reja sepse tash ka informata edhe mos me lanë veten anash se gjithmonë na e lam anash. Kështu që më marrë me veten, me ndrru lifestyle-in, me bë aktivitetin fizik gjithçysh, ushqimin me ndrru sepse ushqimi është kryesori edhe kaq.
Lind, faleminderit shumë që pranove ftesën me qenë sonte me ne, ishte shumë kënaqësi dhe shpresoj që shihemi prapë. Faleminderit për te, Edita. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil.